Përshëndetje. Unë doja të kavesha në një pikë, në fakt, është vota e migrantëve. Vota e migrantëve, sidomos atyre në Greqi, ku mendohet që Partia Socialiste ka një ndikim të madh. Ka një ndikim të madh, jo vetëm për faktin sepse atje është një pjesë e mirë e popullsisë e cila u zhvendos në fazat e para të emigracionit, por edhe për faktin që Partia Socialiste prej kohësh ka pasur aty seksionet e saj dhe ka punuar. Boll të kujtojmë që sa herë ka zgjedhje një pjesë e emigrantëve vinë me autobusa për të votuar në Shqipëri. Kuptohet që një pjesë atyre janë edhe të Partisë Bashkimi për të Drejtat të Njerëzit ose të kandidatëve të veçantë, por Partia Socialiste ka pasur vazhdimisht votues në kjo zonë. Dhe kjo u duk edhe gjatë përgatitjeve kur Rama shkoi disa herë në Greqi për të bërë takime me emigrantët dhe ishte një shpresë e madhe. Mirë po, Berisha në një aleancë të paprincip në Fredi Belerin besoj që ja kanë dalë që të sabotojnë këtë. Shenjat e sabotimit të vinë nga të gjitha drejtimet, nga deputetët socialistë, të cilët kanë ankesat e tyre për mënyrën e funksionimit të postës, për vonesat e saj, për mënyrën se si duhet tërhequr zarfat, po që posta nuk e bën dhe emigrantët detyrohen shkojnë vetë në zyrat postare. Pavarësisht se është bërë me DL, e cila është një firmë private, do të thënë që shteti grek është një shtet serioz në këtë drejtim, dhe nuk ja lë rastësisë, është një shtet nacionalist, është një shtet i cili parimet e demokracisë i ka të dytat në bazë së saj të nacionalizmit dhe këtu, për mendimin tim, futet aleanca mes Berishës dhe Fredi Belerit, i cili është antar dhe deputet në Parlamentin Evropian i Nea Demokratia, si demokracisë së re të Mitsotakësit. Duhet thënë që në këtë pikë grekët nuk bëjnë lëshime dhe DL-ja pavarësisht se është firmë private, natyrisht që i respekton kërkesat e shtetit grek, sepse shteti grek është një shtet i cili mund të imponohet firmave private. Në fakt, çdo shtet i imponohet një firme private, nëse e ka për synim të lëmënjan ato idealizmat tona të viteve më përpara kur mendonim që privati është zoti, jo, shteti të shtyp kokën. Aq më tepër edhe në Greqi ku fryma nacionaliste është e përhapur gjithandej, nuk është çudi që ta bëjnë me qef këtë punë edhe ata të punonjësit e DL-s. Kështu që mendoj që ka një sabotim të madh i cili vjen si rezultat pikërisht i bashkëpunimit të Belerit me Berishën, sepse dihet që shumica e votave andej do jenë për Partinë Socialiste dhe për kandidatët e saj. Nuk e di sa do ja dalin dhe në fund kjo mbetet për tu parë nga përqindja e votave dhe përqindja e zarfeve të cilat do mbeten të pakonsumuar. Sigjithmonë në fund ju rekomandoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.